Tregu shqiptar po përballet me një udhkryq të rëndësishëm sa i përket formalizimit, certifikimit dhe përshtatjes me rregullat e Bashkimit Evropian për një pjesë të madhe të bizneseve të vogla dhe atyre familjare, të cilat deri më sot kanë mbijetuar përmes kostove të ulta që ofron informaliteti. E ardhmja po bëhet gjithnjë edhe më e paqartë për ta. Por çfarë do të ndodh me ato biznese që nuk do të plotësojnë të gjitha kushtet për certifikimet e Bashkimit Evropian? Mendoj që bizneset e vogla për cilat folëm, që janë biznese familjare dhe që janë biznese që janë duke mbijetuar vetëm sepse kostot e tyre janë më të ulta për shkak të informalitetit, mos deklarimit taksave, mos deklarimit punonjësve. Këto janë biznese që në afatgjat nuk do mbijetojnë, sepse përveç pjesës standardizimit, procedurave që EU ja kërkon, do duhet të kenë edhe barrën e deklarimit të ardhurat, deklarimit të punonjësve, pagesës së taksave që nuk e kanë bërë deri tani. Dhe nëse janë thjesht duke mbijetuar, do jetë një problematik shumë madhe për ta dhe besoj do shkojnë drejt shtuket. Nëse për një kategori ky tranzicion dhe rritje e kontrollit paralajmëron mbyllje, për një pjesë tjetër të sipërmarrjes po kthehet një shtys pozitive drejt modernizimit. Bizneset që synojnë qëndrueshmërinë po e shfrytëzojnë këtë moment për të ridizajnuar strategjitë e tyre, duke synuar jo vetëm tregun vendas, por edhe atë evropian. Ndërsa biznese të tjera pastaj do përshtatet dhe besoj është një mundësi shumë e mirë që ndoshta biznese që duan të rriten, do jenë në afatgjat, do mundohen ndoshta të krijojnë produkte dhe shërbime të reja në mënyrë që të rrisin të ardhurat, të rrisin bazën e klientëve, të përshtaten me atë se çfarë tregu evropian mund të kërkojë, por qoftë edhe tregu vendas. Besoj që mund t'i bëjmë më të forta dhe mund të kenë mundësi edhe për të shkallëzuar aktivitetet e tyre jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit. Në finale, rruga drejt standardizimit evropian mbetet e vetmi alternativë për një ekonomi të shëndosh dhe konkurruese, ndërsa bizneset më të brishta duhet të gjejnë rrugën e formalizimit për të mbijetuar. Pjesa tjetër e tregut po përgatitet për një epokë të re, ku ligjshmëria dhe inovacioni do të bëjnë diferencën.